mëngjeset e janarit, po më duken më të zymta, më të ngadalta. Edhe sot, si çdo ditë u zgjuam shumë herët. Fillova të sistemoj çfarë kishim lënë nga mbrëmë, ndërkohë që Pato luante. Na u bashkua edhe Rio. Më pas kalova në kuzhinë për të përgatitur mëngjesin. Sot vendosa të përgatis disa pancakes me miell tërshëre dhe banane. Besoni apo jo, e kam thyer një nga këto shishet e ujit. I përgatita vetes dhe një çaj, ndërkohë që Bato filloi të ha mëngjesin. I porosita disa libra të rinj Batos te librari Buzuku. Misht me gëzof. Dhe ky ishte i pari që i tregova. Matja. Gjithmonë veproj në këtë mënyrë, nuk ja shfaq të gjitha dhuratat apo librat që i blejmë me një herë, por një nga një. Më pas na u bashkua dhe Hekri dhe fillova ta përgatis Baton për në qerdhe. Sot shkoj me Hekrin në mënyrë që unë të përfundoja gjërat e tjera nëpër shtëpi. Gjëja e parë që bëra është aplikimin e Vibe Superfood të Other Herbs. Sigurisht lasht dhe gjellën për Baton kur të kthehet nga qerdhja. Përfundova së bëri gati dhe ju drejtova punës. Për vlogje më të gjata, më ndiqni në kanalin tim YouTube.